Përshëndetje, sot do të përgatisim një kulaç shtëpie me vezë e me djath dele. Na duhen rreth 500 gram miell, do të shtojmë një kokër vezë, krip dhe sot buke, një lugë çaji. Do të shtojmë më tej dhe një gotë kostra dita dhe duke trazuar me ndihmën e pirunit do të lidhim brumin, të cilin do ta ngjeshim pak nga pak në tryezën e punës derisa të formohet një brum i butë. Do të na duhet dhe pak vaj ulliri dhe vazhdojmë të trazojmë me pirun, pastaj e ngjeshim me duar rreth 5 minuta sa të jetë akoma i butë dhe të ketë nevojë në këtë rast për djathin, të cilin do t'ja hedhin duke thërmuar pak me duar, pasi djathi i deles si lufrës është i butë dhe nuk ka nevojë që të ngjeshet, prandaj hidhet në hapin e fundit pasi është formuar brum. Në këtë mënyrë e mbledhim lehtë dhe do ta vendosim në një enë të lyer me vaj, e pjekim në temperaturë të lartë në furrë të parangrohur dhe kulaçin e kemi gati. Ka një aromë fantastike dhe shija është e përkryer. Si ju duket kjo recetë? Lini komentin tuaj më poshtë. Faleminderit që na ndiqni. Super shije dhe super aromë.